Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ruhu nga të folurit për gjëra që nuk e njeh rrugën e tyre dhe as nuk e di të vërtetën e tyre, sepse fjala jote tregon mendjen tënde dhe shprehja jote dëshmon për njohurinë tënde. Ky hadith i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, mbart një mesazh të thellë rreth urtësisë në të folur dhe përgjegjësisë që njeriu ka për fjalët e tij. Mënyra se si flasim, për çfarë flasim dhe sa mendojmë para se të flasim, është pasqyra e brendshme e intelektit tonë. Fjalët janë treguesi më i qartë i nivelit tonë të diturisë, maturisë dhe personalitetit. Në mënyrë të tërthortë, Imam Aliu na mëson se heshtja është më e vlefshme se sa fjala pa dije. Në Islam, fjala nuk është thjesht tingull, ajo ka vlerë morale, sepse fjala mund të ndërtojë ose të shkatërrojë, të udhëzojë ose të mashtrojë. Prandaj, çdo fjalë duhet të dalë pas mendimit, diturisë dhe qëllimit të pak. Hadithi i Imam Aliut na mëson të jemi të kujdesshëm, të matur dhe të ndershëm në të folur, të mos flasim pa dije, sepse fjalët janë pasqyra e mendjes dhe e shpirtit tonë.